Ju personalisht keni ambicje për ta pasur vërtet një rol në Parlamentin e Shqipërisë si deputet dhe për të tentuar për të bërë një ndryshim, apo do mjaftoheni vetëm me kontributin që do jepni për koalicionin Euroatlantik, për të bërë më të mirën, për të angazhuar për qytetarët, për të afruar një alternativë të re, dhe pse jo, ndoshta qytetarët do ju besojnë edhe juve që përmes qarkut Shkodrës ju të shkoni edhe në parlament. Si e shihni më shumë personalisht në ambicjen tuaj? Keni vërtet dëshirë që të qëndroni për 4 vitet të ardhshme në Shqipëri? Dëshira ime është gjithmonë për ndryshim në Shqipëri. Dëshira ime është që të jep fjala, zëri e gjithë atyre shqiptarëve që janë detyruar të largohen nga Shqipëria si rezultat i keqçeverisjes të çdo qeverie në Shqipëri për 34 vite. Unë jam drejt për drejt në front line, si thonë, të pritjes se atyre shqiptarëve që janë pak kënaqur që vinë në Britani dhe padyshim përballen me ligjin dhe dispozitat ligjore britanike për të siguruar lejen e qëndrimit atje. Është merren për ditë me hallet e tyre, por ajo që duhet që them është se kanalizimi i një dëshire për ndryshim vjen nëpërmjet pjesëmarrjes në politik, pjesëmarrjes në institucionet që ndryshojnë politikën dhe perceptimin e qytetarëve, dhe padyshim qendja e pjesë e një grupimi politik sa më të madh për të bërë ndryshimin dhe thithja elementeve nga çdo vend që ka shqiptar për të krijuar një perceptim ndryshe, një frym ndryshe, një politikë të re për Shqipërinë, që shqiptarët mos kenë nevojë të largohen, që ata të sigurojë që po të ketë një politikë, po të ketë një leadership që punon për qytetarët shqiptar, ka shumë bashkëkombëtar në Britani, kudo që janë, që duan, kanë dëshirë që të kthehen në Shqipëri, të kontribuojnë në vendin e tyre, sepse më mirë kontribuojnë familjen e tyre, vendin e tyre, se sa rrinë rrugëve të Britanisë apo në vendi tjetër. E kuptoj, por duhet të ndalem pak të diçka shumë praktike. Ju shkoni për shembull në një fshat apo në një qytet në qarkun e Shkodrës, dhe në momentin që shkoni në bastionet e demokratëve, pra aty ku ju keni qenë pjesë e tyre për shumë vite në një grupim të përbashkët, në një flamur, në një logo, pse koalicioni Euroatlantik është më i mirë se Partia Demokratike sot, apo e lidhni vetëm me pozitën e zotit Berisha, që është non grata nga Shtetet e Bashkuara, nga Britania? Unë besoj që do vi një ditë që gjithë demokratët do jenë bashkë, dhe demokratët në një leadership të ri, pavarësisht situatës, unë mendoj që ka edhe në leadershipin e opozitës udhëheqësit kryesor për shi dhe lidhjen e opozitës duhet të marrin vendime të forta, pavarësisht se çka ndodhur, dhe t'ju hapin rrugën të rinjve, t'i hapin rrugën ndryshimit në Partisë Demokratike, derisa Partia Demokratët të bashkohen drejt një leadershipi të ri, ose qoftë ky zotit Basha, qoftë edhe kujdo tjetër, opozita do të ketë probleme serioze, dhe qytetarët shqiptarë në fshatra, në qytete, kudo që janë, e thash e përsëris, që kanë dëshirë të jashtëzakonshme për ndryshim në Shqipëri. Nuk ka qytetar të kënaqur me partinë në pushtet, me ata që e detyruan shqiptarët të hypin gomoneve mas 33-34 viteve demokraci, dhe t'i quajnë mediat britanike t'i quajnë shqiptarët populli gomoneve. Më vjen keq në shpirt për gjithë ata prindër që janë të vetëm sot, nuk kanë asnjëri kënd që të kenë ndihmë, shikon vila, shikon shtëpia, kado, anë mban Shqipërisë, jo vetëm Malësit Madhe, jo vetëm Shkodër, jo vetëm Puk, Pusharz, Vades, por çdo lagje e Shqipërisë, shikon vetëm pleq, ose 2 pleq, ose 1 plak, ose asnjë në vila luksoze të ndërtuar nga këta emigrantë që kanë jetuar, dhe pas, le të themi 5 vite, 10 vite, ato vende do të jenë vetëm thjesht ghost towns, vende hije, dhe do të ketë asnjë. Kjo është një tragjedi që duhet ndalet me çdo kusht, dhe qytetarët shqiptar janë ata që mund dhe duhet ta bëjnë ndryshimin, po padyshim të bashkuar drejt një leadershipi të ri, leadershipi që ka në themel interesat e qytetarëve shqiptar në përputhje me orientimin euro-atlantik të Shqipërisë, me Bashkimin Evropian, Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria është vend i vogël geopolitikisht, jemi në një situatë ku nëse duket Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një tërheqje nga Ballkani, nga Evropa, dhe jemi në një moment shumë historik, dhe historia do na dënoj rënd në qoftë se nuk kemi një leadership që do të mbrojë interesat e shqiptarëve në mënyrë kompakte.
Mbetet ky edhe si një mesazh për të gjithë ata që do zgjedhin t'ju votojnë në këto zgjedhje. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha në studio dhe për kohën tuaj, duke ju uruar sigurisht suksesa. Faleminderit shumë, është kënaqësi dhe privilegj të jem në studion tuaj.